Nuset komentohen shumë tek ne, besa edhe çmimet për to. Kemi pa edhe dëgju në fakt të çmime të ndryshme, prej shumë të larta e deri te ato më ekonomike, më të pranueshme. Në fakt nuk ka bërë shumë përshtypje, a duhet patjetër të ndrojë çmimi nëse i thu që dua një grim se po bëhem nuse, edhe një grim që po shkoj mysafire në një dasëm. Po, tash, nëse folim realisht, unë mendoj që paka shumë procesi është i njëjtë, i grimet. Çka e bën ma ndryshe për nuse, është se i kushton kohë ma shumë. Për shembull, unë nëse kisha pas një nuse për me grimu, ose një grim të nuseve, nuk kisha marrë person tjetër atë ditë, nuk e kisha grimu edhe dikon tjetër, se kisha dasht komplet energjin tem edhe ditën me ja kushtu qasaj. E tash normalisht që aty dallon çmimi për shkak se i përkushtohesh pak ma shumë, mirë po, unë mendoj që kështu nëse shikojmë si tërsi, pak a shumë është si proces i njëjtë, po ka diçka dikush kërkon extra skin care, ose do në gjatë ton ditës me qenë afër saj, edhe këtu besoj që dallon edhe çmimi. Dallon edhe çmimi.